Të nderuar gazetar dhe punonjës të tjerë të medjave, të dashur qytetar, ndërhyrja e Serbisë në zgjedhjet tona parlamentare është një cenim që i bëhet demokracisë dhe sovranitetit të Republikës Kosovës. Ajo ka ndikuar në përzgjedhjen e deputetëve serb dhe të pakicave jo serbe, e të cilët janë në kontrollin e plot të presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić, të qeverisë e të inteligjencës e të krimit të organizuar atje. Kësaj Serbia orvatet që vendin ton ta mbaj peng jo vetëm në zhvillimin e brendshëm politik, por edhe në avancimin e marrëdhënieve ndërkombëtare. Në zgjedhjet e fundit, format e ndërhyrjes kanë ndryshuar për shkak të përmirësimit të dukshëm të gjendjes së sigurisë në 4 komunat veriore, si rezultat të sundimit të rendit dhe të ligjit, luftimit të suksesshëm të grupeve kriminale dhe terroriste, si dhe mbylljes së strukturave ilegale. Ndikimi i dikurshëm, brutal, fizik, përfshirë këtu edhe rrahjet e vrasjet, nuk ka qenë i mundur më. Si zëvendësim janë rritur forma tjera të kërcënimeve hibride, kryesisht joshja dhe kushtëzimi financiar, shantazhi e frikësimit e kërcënimit, por edhe sulmet kibernetike. Vetë presidenti i Serbisë ka inkurajuar çdo aktor shtetëror e jo shtetëror serb që të përfshihet në zgjedhjet e Kosovës. Për këtë qëllim, rol ekzekutiv ka pasur kryeterroristi Milan Radojčić, apo njeriu i cili ka marrë detyrat për Kosovën nga presidenti i Serbisë. Aparati shtetëror i Serbisë ka bërë përpjekje të jashtëzakonshme të dëmtoj subjektet rivale serbe, veçanërisht Partinë për Liri, Drejtësi e Mbijetesë, za Slobodu i Pravdu Opstanak të Nenad Rashićit, ministrit të qeverisë son për komunitetet dhe kthim, dhe Demokracia Serbe apo Srpska Demokratija të Aleksandar Arsenijevićit, por po ashtu edhe votuesit e subjekteve të komuniteteve tjera, kryesisht Rom e Ashkali. Përfaqësues të caktuar nga pothuajse gjitha subjektet tjera politike serbe janë tërhequr nga gara pas kërcënimeve që kanë marrë. Këto raste janë shënuar edhe në 4 komunat veriore, edhe në 6 komunat e tjera me shumicë serbe në Kosovë. Për shumicën e këtyre rasteve, institucionet tona kanë dëshmi, të cilat për hir të privatësisë dhe sigurisë së qytetarëve serb nuk është e dobishme të bëhen publike. Organet tona të rendit, bazuar në dëshmitë e disa qytetarëve të komunitetit serb që tregojnë për ndërhyrje të drejt për drejt në procesin zgjedhor, me 21 shkurt të këtij viti kanë bastisur dhe mbyllur disa prej të ashtu quajturave qendra për çështje sociale në 4 komunat veriore, të cilat janë përdorur për të joshur apo shantazhuar votuesit nga radhët e komunitetit serb që të votojnë për listën serbe. Në këtë skemë të ndërhyrjes kemi identifikuar 7 instanca apo aktor shtetëror e jo shtetëror të Serbisë. I pari është presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić, i dyti është kryeterroristi Milan Radojčić, pastaj është drejtori të ashtu quajturës serbe për Kosovë Petar Petković, Agjencia e Inteligjencës së Serbisë BIA, mediat serbe të kontrolluara nga pushteti në Beograd, lista serbe dhe së fundmi edhe struktura ilegale përfshirë këtu bankën postare kursimore, qendrat sociale, zyrat e pensioneve, MTS-i, Telekomi i Serbisë, si dhe ish pjesëtar të Policisë Kosovës. Janë përdorur të paktën 10 metoda. E para, joshja financiare, përmes përfitimit të mbështetjes financiare prej 20.000 dinarësh, ose rreth 107 euro, në baza mujore për gjithë personat e moshës madhore që janë pa punë. E dyta është kurzimi financiar përmes rrezikimit të humbjes beneficioneve financiare, aty bëjmë pjesë pagat, pensionet, shtesat për fëmijë, ndihmat sociale e të tjera. E treta është përçarja e rivalëve të listës serbe. E katërta është shantazhi e presioni për të mos mbështetur në asnjë formë
subjektet e tjera përveç listës sërbe. E pesta është kërcënimi për të larguar edhe nga këshillat e vendvotimeve. E gjashta është regjistrimi të ashtu quajturve votuesve të sigurt, përkatësisht përpilimi i listave të caktuara si votues të sigurt nga pikpamja e tyre. E shtata është transporti organizuar i votuesve nga Serbia në Kosovë. E teta është organizimi i votimit kolektiv në qendra votimi. E nënta është kontrollimi i votuesve gjatë ditës së zgjedhjeve në afërsitë të qendrave të votimit dhe së fundmi është edhe shenjëzimi i fletvotimeve. Ndërhyrja me këto së paku 10 metoda është realizuar në 3 faza. E para është para fushatës zgjedhore, e dyta është gjatë fushatës zgjedhore dhe e treta është gjatë ditës së zgjedhjeve deri në përfundim të procesit zgjedhor. Në fazën e parë, pra atë të fushatës zgjedhore, presidenti i Serbisë ka deklaruar vazhdimisht se vetëm lista serbe e mbron Serbinë në Kosovë. Ai ka inkurajuar të gjithë aktorët e tjerë, shtetëror, jo shtetëror serb, që të cenojnë gjithë procesin zgjedhor në Republikën e Kosovës. Krahas kësaj e për të njëjtin qëllim, presidenti i Serbisë e ka autorizuar kryeterroristin Radojčić për zhvilluar planin e ndërhyrjes në zgjedhjet parlamentare të 9 shkurtit. Në kuadër të këtij plani ka qenë përpilimi i listave me votues të sigurt. Listat e tilla i kanë përmbajtur së paku 50 persona, votues të sigurt. Sipas urdhrit, këta të ashtu quajtur votues të sigurt janë kërcënuar se nëse nuk do ta votojnë listën serbe, do të kenë pasoja. Pjesëtar të strukturave ilegale serbe janë kërcënuar nga Milan Radojčići përmes Ivan Zaporozac, kryetarit të komunës ilegale të Mitrovicës, që të raportojnë të gjithë ata persona që refuzojnë ta votojnë listën serbe, të nënshkruhen në listat e të ashtu quajturve votave të sigurta, apo që të deklarohen se do t'i bojkotojnë zgjedhjet. Përveç listës së votuesve të sigurt, është diktuar edhe lista me 7 kandidatet e listës serbe të domosdoshme për votim. Pra Beogradi ka preparuar listë ku 7 kandidat patjetër duhet votohen, ndërka 3 të tjerë janë lënë të lirë për qytetarët. Lista përmbante këta emra: Zlatan Elek, Slavko Simić, Igor Simić, Branislav Nikolić, Verica Ceranić, Srđan Popović dhe Liliana Stefanović. Të gjithë këta edhe janë zgjedhur. Secili nga 7 të preferuarit e kryeterroristit Milan Radojčić kanë së paku nga 2000 vota më shumë se sa të tjerët. Krahas sigurimit të mbështetjes për listën serbe nga votuesit serb, plani për ndërhyrjen këto zgjedhje përfshinte edhe zgjerimin e bazenit të votave për listën serbe edhe nga komunitetet jo shumicë jo serbe. Andaj ishte urdhëruar që subjekti politik nga komuniteti rom, Romani Iniciativa, të mos merrte pjesë fare në zgjedhje dhe i njëjti subjekt ta mbështeste listën serbe. Mëtej, deputetët e opozitës në kuvendin e Serbisë me prejardhje nga Kosova gjithashtu kanë qenë të përfshirë në ndërhyrjet nga jashtë në zgjedhjet tona parlamentare. Žarko Ristić, në udhëzimet dhe direktivat e shërbimeve serbe të inteligjencës dhe të pushtetit në Beograd, kanë ndikuar në përçarjen e liderëve të partive të tjera serbe rivale të listës serbe, në kohën kur partitë ndodheshin në përgatitje të fushatës së tyre zgjedhore. Ristić, duke u shtirur se është për bashkimin e këtyre në një listë vetme, përmes ndërhyrjeve të ndryshme në fakt e ka bërë saktësisht të kundërtën e kësaj përçarjen e tyre. Pra në emër të bashkimit i ka përqau. Bashkimi eventual në një listë vetme do t'ja rrezikonte substancialisht mandatet listës serbe. Bia serbe po ashtu është angazhuar në këtë mes duke detyruar kandidat të caktuar që të pozicionohen sipas interesave të Serbisë përmes ushtrimit të presionit dhe kërcënimeve me arrestim të atyre që nuk i binden urdhrave. Filialet e Bankës Postare të Kursimeve, Poštanska banka Štedionica, që veprojnë në afërsi të pikkalimeve kufitare Kosovë-Serbi, janë urdhëruar që të evidentojnë të gjithë serbët të cilët tërheqin para nga kjo bankë.
Ato të dhëna të përmbledhura, si regjistra, janë dorëzuar drejtuesit të ashtu quajturës zyrë për Kosovë, Petar Petković, në mënyrë që të shantazhohen për të votuar listën serbe. Në fazën e dytë, atë të fushatës, ka dominuar joshja financiare dhe kërcënimet në drejtim të kundërshtarëve politik të listës serbe. Joshja financiare është realizuar përmes planit për mbështetje sociale ndaj personave që nuk janë përfitues të ndihmave të ndryshme nga Serbia e që ishte planifikuar të fillojë në shkurt të vitit 2025, pikërisht kur ishin edhe zgjedhjet. Dhe atë me shumë të paracaktuar prej 20.000 dinar apo rreth 107 euro. Kjo nuk ishte mbështetje për qytetarë, në fakt ishte pako financiare për kushtëzim të votës së qytetarëve të komunitetit serb për listën serbe dhe ndërhyrje në zgjedhjet tona parlamentare. Votuesve që përfitonin nga këto skema sociale u ishin fotografuar letërnjoftimet dhe ndërkohë u ishin përcjell mesazhe shantazhuese që në qoftë se nuk votohet lista serbe, do të ndalen të gjitha pagat dhe të gjitha benefitet e tjera që i kanë nga Serbia. Kjo metodë e kushtëzimit të votës dhe presionin mbi votuesit përmes kërcënimit për ndalimin e benefiteve sociale është evidentuar edhe në raportin e misionit për vëzhgimin e zgjedhjeve i Bashkimit Evropian. Rastet e kërcënimeve direkte ndaj anëtarëve të këshillat vendvotimit të subjekteve tjera serbe, rivale të listës serbe, janë evidentuar edhe në rajonin e Pejës. Ata janë kërcënuar që të largohen nga pozitat e tyre, ose do të kenë pasoja direkte në ndaljen e të gjitha të ardhurave që ata i pranojnë nga Serbia. Madje janë kërcënuar se nëse i paraqesin rastet në polici, atëherë do të kenë pasoja edhe më të mëdha përfshirë edhe familjarët e tyre. Me 22 janar 2025, nga personat të panjohur, janë dëmtuar posterët zgjedhor në Mitrovic të Veriut dhe zveçan të subjektit politik Srpska Demokracia Serbe të Aleksandar Arsenijevićit. Në Klokot, në orët e vona të 24 janarit 2025, me koktej Molotovi është sulmuar pankarta e kandidatës Divna Bojić Andreus nga radhë të subjektit Srpski Narodni Pokret apo Lëvizja Popullore Serbe. Ndërka që Ministri për Komunitete dhe Kthim, zotri Nina Drashić, në vazhdimsi është kërcënuar nga Milan Radojčić dhe personat të afërt të tij, duke tentuar që ta shantazhojnë me forma të ndryshme të fabrikimeve për t'ia dëmtuar reputacionin të votuesit serb dhe për ta detyruar që të tërhiqet nga gara. Ai dhe ministria që drejton gjithashtu kanë qenë cak edhe i sulmeve kibernetike, me çrast profili i Nena Drashić dhe ministrisë në rrjete sociale janë hakuar. Dhe faza e tretë e ndërhyrjes në zgjedhjet tona ka përfshirë transportin e organizuar të votuesve nga Serbia për në Kosovë, organizimi i votimit kolektiv pastaj në qendra votimi, kontrollimi i votuesve gjatë ditës së zgjedhjeve në afërsi të qendrave të votimit, si dhe shenjëzimi i fletvotimeve. Në afërsi të qendrave të votimit në komunat me shumicë serbe, veçanërisht në 4 komunat veriore, kanë qëndruar personat të cilët kanë ushtruar presion të votuesit serb. Shumica prej tyre kanë qenë ish polis të dorëhequr në nëntor të vitit 2022. Në komunën e Shtërpsës, personat saktuar kanë tentuar që përmes premtimeve të mëdha financiare të ndikojnë të personat me qasje në procesin zgjedhor, që t'i dëmtojnë dhe anullojnë qindra vota të subjekteve politike rivale të listës serbe. Kurse me qëllim të mobilizimit dhe ushtrimit të presionin ndaj votuesve serb, ishte marrë vendimi prerë që të anullohen të gjitha pushimet vjetore gjatë kohës së zgjedhjeve dhe janë urdhëruar të gjithë qytetarët që kanë qenë në Serbi të kthehen në Kosovë. Në gjithë këtë skemë, mediat serbe të kontrolluara nga Beogradi zyrtar dhe fushata dezinformuese kanë qenë elemente kyçe. Vetë presidenti i Serbisë Vučić ka qenë njeriu që ka krijuar më shumtin ndikim te mediat serbe kur është folur për zgjedhjet në Kosovë. Gjuha publike e politike e tij ka inkurajuar çdo aktor shtetëror e jo shtetëror të Serbisë që të përfshihet në ndërhyrjen e zgjedhjeve parlamentare në Kosovë. Mediat e kontrolluara nga pushteti në Beograd kanë raportuar jo vetëm anshëm dhe në të mirë të listës serbe, por edhe me dezinformata e me përmbajtje të manipuluar. 3 kanë qenë racionet kryesore të këtyre mediave në këto zgjedhje.
E para, se rivalet e listës sërbe janë shërptorë të shqiptarëve. E dyta, se vetëm lista sërbe e ruan qenjen sërbe në Kosovë. Dhe e treta, se Qeveria e Republikës Kosovës dhe unë si kryeministër e duam një Kosovë pa serb. Në këto narracionet rreme dhe fushatën agresive mediatike janë përfshirë zyrtare politikanë serb si Petar Petković, por edhe të tillë që i njohim shumë mirë nga apartheidi në Kosovë në vitet e 90-ta, si Milovan Drecun e Zoran Angelković. Në luftën informative ndaj procesit zgjedhor janë përfshirë edhe mediat ruse, përkatësisht dy përfaqësitë e medjave shtetërore ruse në Serbi, Sputnik Serbia dhe Russia Today Balkan. Misioni për vëzhgimin e zgjedhjeve i Bashkimit Evropian në raportin e tyre preliminar, ndër të tjera evidenton se Russia Today Balkan dhe Sputnik Serbia, të mbështetura nga Rusia, kanë publikuar rreth 60 artikuj mbi zgjedhjet, disa prej tyre me narrativa që pretendojnë manipulime kundër komunitetit serb. I njëjti raport thekson mbulimin dominues të listës sërbe nga mediat serbe në Serbi dhe mediat lokale serbe në Kosovë, në kontrast me partitë dhe politikanë të tjerë serb në Kosovë. Të nderuar gazetarë, të dashur qytetarë, për fund duhet theksoj se përkundër gjithë kësaj skeme dhe inxhinieringu të aktorëve shtetëror dhe jo shtetëror të Serbisë për të diktuar përfaqësimin politik të komunitetit serb në Kosovë, megjithë këto rreth 20% e votuesve serb kanë votuar parti tjera nga lista serbe. Tash e 4 vjet e dim që Serbia nuk mbon në Kosovë as zgjedhjet e as referendumet e saj. Zgjedhjet e 9 shkurtit 2025 kanë dëshmuar megjithatë ndërhyrjen e Serbisë në procesin zgjedhor, por në të njëjtën kohë edhe ndikimin në rënje të Serbisë të qytetarët serb të Republikës së Kosovës. Pra mund të thuhet se përkundër ndikimit të Serbisë, këto zgjedhje kanë treguar që po lind pluralizmi politik edhe tek serbët në Kosovë. Ndërkaq numri i qytetarëve serb që kanë marrë pjesë në zgjedhje e ka rrëzuar përfundimisht propagandën agresive të Serbisë në vitet e fundit për kinse largim masiv të serbëve nga Kosova. Kjo natyrisht që nuk është e vërtetë. Ju faleminderit e tash po ja kaloj fjalën kolegut tim, ministrit Nenad Rashić. Hvala gospodine premijeru. Pozdrav svima. Ću pričati na srpskom, je to u redu, jeste? Kryeministri shumë detajisht i ka përshkruar të gjitha ngjarjet. Unë do të them vetëm disa gjëra që ai si ka sik, vetëm ti plotësoj ka këndi i jonë të cilë kemë qenë në procesin zgjedhor, që duhet të kuptoni që serbët nga Kosova kanë lidhjet kulturore, religjioze, financiare, ekonomike me Beogradin. Por, ky Beogradi, të cilin ju po shifni edhe ku është në qeverisi një qeveri radikale, janë njerëz të cilët janë pa skrupullozë dhe rrajnë dhe manipulatorë që të shfrytëzojnë serbët e Kosovës për interesat e tyre. Ata shfrytëzojnë serbët e Kosovës si mekanizëm që është shfrytëzuar si element për destruktivitete. Ata nuk dojnë që na të kemë integrimin e plot apo jetë të mirë në Kosovë, por të kundër të kësaj. Edhe ajo që ju të gjithë përcjellni, sidomos në punët e fundit që ai ka ndodhur në Kosovë, Serbi, kjo është një gjendje revolte të madhe të qytetarëve, studentë, të qytetarëve të Serbisë. Kjo të kësha thonë, kjo për qeverinë në Beograd është shumë normale, që do të rëdhëton në fond me kjo qeveri, në krye me vosisjen, do të largohet sepse ja kanë bu domër më të madh dhe ja kanë bu më të madhin dom serbët Kosovës, se cilët i thotë që do të mbrojnë. Disa gjëra teknike që si ka kryeministri përveç konkursit ka pas mi rendet punës që janë emër i që ka qenë fiktiv,
keni pas edhe kontrata ku ka qenë të shpallura në shumicën e institucioneve të Serbisë, kanë qenë ftesë dhe apliku për vendet punës. Çdo institucion ka pas detyrë të jep 50 deri 70 rendet punës, përveç kësaj në për familje janë premtu ka 100.000 dinar për familje para zgjedhjeve dhe disa material janë premtuar deri 300.000 dinar. Kredo kjo ka qenë e dhënë në kesh në dorë, pa kur farë procedurë hapjes llogarit bankare apo diçka ju kanë dhënë në kesh. Përveç kësaj, ajo që ka thënë kryeministri, na mendoj Hrvatskog naroda uvezeno negdje između 15 i 18.000 glasova ili glasača. I pošto mi pratimo od samog početka proces prijavljivanja Srba koji su živi u Srbiji za glasanje na Kosovu, i to je bilo regionalno zastupljeno po nekih 150, 200, na primjer u kraju znam da je bilo negdje 115 do 3 dana pred izbore, u Nišu također negdje po 200, u Kragujevcu. Hoću reći da Dua të dhe të një që jenë lajmëruar me foto, kanë qenë një numër që s'ka qenë shumë i madh, por 3 ditë para zgjedhjeve, nëse keni përcjell, duke që edhe drejtori i zyrës i ka vizitu krejt ato qendra, sidomos vendet ku mendohet që ka pas Serb paraqitur për votim në Kosovë. Ata në 3 ditë e fundit në kërcënim dhe me polici, krejt ata njerëz që janë identifikuar atje në bazë të ndihmave sociale, kanë organizuar për 3 ditë dhe i kanë pru këto, si që tam këto, në mes 15.000 dhe 18.000 votues. Nuk komunikues aty kur të tyre, atë është mirë sa kur të vim, kur të dojnë, por jo në këtë mënyrë, që si i kam pa disa mitë lartë, që si të parë të pacitit vete kanë arto për me bo ajo që ju ka thonë regjimi i Serbisë që në këtë rast bukvalisht të cektojnë që lista serbe i përfaqësuar qytetarëkinse. Këtu mund të shohet ky dallimi që tha kryeministri që ka pas ka të 19.000 qytetarë që nuk kanë votuar për listën serbe. Llogaritni ata i kanë pru 18.000 votues, domethënë kjo kishte një ndarje jo e drejtë në Kosovë, me njerëz që jetojnë këtu, ato është me 60% për listën serbe, 20% për listën tjetër. Kjo tregon që qeveria në Beograd ka qenë shumë agresive dhe ka tentuar në çdo mënyrë të manipulon serbët, edhe kur të jenë pjesë e strukturës, të jenë destruktiv, që ata që ata të punojnë, nuk është interes, vetëm të interes serbe. Ju din historinë e paraqitjes së listën serbe, disa e bojkotojnë, kretë ka mund bëjnë në kontekstin negativ ata do të bëjnë. Gjithashtu, metodologia që ka pas regjimi i Serbisë ka qenë një satanizim i përgjithshëm i të gjithë përfaqësuesve tjerë. Përmes informave të ndryshme, portaleve të ndryshme, media të cilët shfrytëzohen në rast, para se gjithashtu mu më karakterizojnë si një përfaqësues absolut që punon në interes serbe, por kundër serbe punoj kishe. Kjo bën i përdorin gjitha metodat kundër meje, që të ardhë të ajo që ata mendojnë që është fitore, apo të marrin 10 mandate dhe me këtë të bëjnë një hap ma tepër për serbizim ma shumë me na dëmtu neve serbë në Kosovë, por edhe sistemit, por sidomos neve na adaptojnë ma shumë të këta tentimet e tyra që e pojnë në kontinuitet. Desha të them se
sistemi e mbajtja në kufi, kjo standarde, edhe djali jem ka qenë kufi, edhe ka nalë ka 4-5 orë, sa herë ka dalë djali jem në Serbi, ku shkon atje edhe kur të thjet, mojnë ka 4 orë kufi. Ju vlerësoni s'ka do me thonë kjo edhe për atë, edhe për të gjithë tjerë, kur e shfrytëzojnë si metod, që e shfrytëzojnë për me frigue, për me bo një luftë psikologjike kundër juve, kjo është një farë shtypje. Edhe diçka duhet të them në lidhje me disa Petkovići edhe lista serbe për të ditë i përsëritin. Në momentin kur partia e jonë do të ka një përfaqësues parlamentin e Kosovës, ata e kanë bërë disa akuzime të rrajshme se organizatën politik ka hyrë në kuvend mendimin e Kurtit dhe na kanë dhënë votat e shqiptarëve. Kjo është e vërtetë. Para se gjithash, unë kisha pyet ata, nëse ata thonë që kanë fitu në votat e shqiptarëve, ata letën për ditën mi, që kanë marrë ata votat në Gjakov, Vllogor, Kaçanik, Podije, në Prishtinë, në Shtime, në Ferizaj, Maleshev, Njonik, i merë me vërë ka marrë vetë, edhe të them edhe në Dragash, së jetoj kanë fitu 119 vota në Dragash. Sa është tragji komedike. Ata në kur i kanë marrë 119 vota, tuko ljubu me garant. Sa na përket neve, 95% vota tona vinë nga mjedisit serbe. 5% të votime vinë nga mjedisit ndryshme. Unë si ministri për këthim dhe komunitet në 2 vite fundit, bugjeti ka qenë gjysha shkon në Serb, që komuniteti Pakis, edhe gjysha shkon në komunitetet tjera, sepse e di se gjithë kam nevojë dhe pavarësisht na ke marrë 5% vota nga komunitetet tjera, kam qenë pak i zhgënjym që pse aq pak këto komunitetet tjera na kanë përkra. Por kjo shkon në raportin e kryeministit që ka thonë që kjo shtypje e listës serbe në për atencione tjera, sidomos nëpërmes shtypjeve sociale, kanë qenë shumë të mëdha te komunitetet për Ramza Ashkali e Egjiptianët, të shtirë me zor të votojnë për listën serbe që ata të marrin 10 mandate. Si për kësaj, duhet njëftoj, unë jam politik vetë 20 vjetë, nga dita e parë e punës tyre, kur si kam pranu ato ofrimet e tyne të rrejshme, si kam pranu kur, ata kur kanë punu në interes sërbet Kosovës, besoni sërbet e Kosovës, janë të manipulum, i kanë shti me votu për ta, nuk besoj që mendoni si qytetarë të vetëm janë një mënyrë janë manipulu për shkak të ekzistencës së tyre. Faleminderit shumë. Pyetjeve tuaja. Faleminderit. Ardit Kika, gazetari i KTV-s. Përmendet shumë përpjekje për ndërhyrje. A mundeni me na tregun në çfarë mose keni pas sukses në amortizimin
e këtyre ndërhyrjeve të jashtme. Çka kanë bërë institucionet e Kosovës për me parandalu ose për me ndalë në kohë të zgjedhjeve ose qoftë edhe para zgjedhjeve presionin të votues të komunitetit serb. Edhe pyetja tjetër për kryeministrin është lidhur me vendimin e PZAP-s, nëse do të vendos në favor të LDK-s, a do ta dërgoni vendimin në Supreme? Faleminderit. Së pari, është evidente që Serbia nuk ka arritur që ta bëjë ndërhyrjen që ka dashur. Ndërhyrja që ajo ka praktikuar gjithmonë, kur lista serbe i merrte afër 100% votave, e kishte vende ku votonin edhe më shumë se 100% të qytetarëve, mënyrë paradoksale, për shkak se manipulimi ishte aq i madh, ka përfunduar. Pra, grupet kriminale ose janë shporur, ose ka të tillë që janë të arrestuar, por elemente kriminal ka ende. Në anën tjetër, së dyti, ne jemi përpjekur me organet tona të sigurisë e të inteligjencës dhe gjithashtu me fjalën tonë publike që të inkurajojmë serbët që të denoncojnë të gjitha presionet e përjetuara. Dhe numri i këtyre është i madh. Për shkaqe të privatësisë dhe sigurisë, ne nuk kemi treguar se kush janë ata dhe çfarë na kanë thënë, mirë po tash të gjithë kanë telefona mobil dhe padyshim që kërcënimet vijnë aty. Dhe numri i serbëve i cili po i tregon këto është më i madh se kurdoherë më parë, që është inkurajuese për shtetin ton, por edhe për qytetarët serb. Veç se në anën tjetër ka shumë lidhje midis serbëve të Kosovës dhe Serbisë, kanë familjarë atje, kanë përvojë jetësore atje. Dhe pa dyshim që kanë marrë edhe ndihma prej atje. E kjo ka qenë shumë e vështirë që të kontrollohet e të amortizohet, siç thatë ju, për shkak se ka shumë serbë të cilëve ju ka ndërprerë këtë ndihmë. Po qeveria e Republikës Kosovës është këtu që me masat e saj të ndihmoj që edhe nëse ndonjë serb humbet të ardhurat që i ka pasur nga Serbia, t'i ketë ato nga Kosova. Edhe në kuptimin e asistencës sociale, por edhe në kuptimin e punësimit. Me masën tonë qeveria për familje, 528 serb janë punësuar që nga viti kaluar deri më tash në 4 komunat veriore, me që rast nuk dëshirojmë të lejojmë që ketë asnjë familje pa dikë së paku të punësuar. Dhe janë mbi 300 bizneset regjistruar atje ku po punësohen. Pra këto janë masat që ne ndërmarrim kur nuk mund t'i mbrojmë nga Serbia, por në të kaluarën, ju e dini shumë mirë, ka pasur edhe serb të vrarë, politikan të vrarë, ka pasur edhe serb të rrahur me shtëpi e vetura të djegura, por masat e këtilla ku ta zëm djalin e ministrit Nenad Rashić e ndalin në kufi dhe e mbajnë për orë të tëra, sepse i duhet të shkojë në Serbi ku ka çështje edhe të arsimit, të edukimit e kështu me radhë. Këto nuk kemi mundësi që t'i parandalojmë apo amortizojmë siç do të dëshironim. Kurse sa i përket çështjeve të procesit zgjedhor, se zgjedhjet nuk janë kryer edhe pse votimet kanë mbaruar, derisa nuk bëhet certifikimi i rezultateve, unë besoj që organet tona të lëvizjes vetëvendosjes, subjektit që e kryesoj, do t'i marrin qëndrimet e vendimet e duhura. Ajo është një pjesë tjetër me të cilën nuk po arri që të merrem mbase sa do duhej, por edhe nuk është vendi këtu që të flas. Flamur Gajtoni, Klan Kosova. Kryeministri përmendet ndërhyrjet, mirë po a keni bo se është bo ankesë në mekanizmat institucional kosovar, ose edhe a parashihet edhe dërgimin në rivotim base edhe në ato qendrat ose komunat ku mendohet që ka pas ndikim ose presion më të madh, edhe një pyetje tjetër që a do të vazhdoni bashkëpunimin edhe në numrat ose në qeverinë e ri
me zotin Rashic, po dhe me komunitetet tjera jo shumica keni pas kontakte. Faleminderit. Ka procese të hetimit të cilët janë duke u zhvilluar nga organet tona lidhur me atë se çfarë ka ndodhur dhe padyshim që tash ne nuk dëshirojmë që ndërhyrjen e tyre politike ta kemi si përgjigje politizimin ton nga ne si qeveri. Policia, prokuroria tash do të merren me të gjitha këto raste, ndërkaq që ju takon subjekteve politike që të ankohen dhe të adresojnë që të gjitha këto shkelje dhe unë inkurajoje, uroj që këtë ta bëjnë për shkak se pikrisht ankesa, pikrisht kritika është dëshmi e lirisë. Dhe ne jemi dëshmitarë që në vitin 2025 po kemi pluralizëm politik tek serbët për shkak se 20% të tyre, së paku 20%, pavarësisht gjithë kësaj lufte hibride e këtyre sulmeve e kërcënimeve, nuk e kanë votuar listën serbe. Ka qenë bindja ime se lista serbe nuk është dashur fare të certifikohet. Këtë gjë ka kërkuar edhe subjekti politik që unë udhëheq në KQZ, mirë po ju e dini që ne i kemi aty vetëm 2 antarë prej 11. Ndonë se i kemi pasur 50.3% të votave në zgjedhjet e shkurtit vitit 2021. Pra nuk e kemi as 20% të antarëve, ndërkohë që i kemi më shumë se 50% votave. Ky është një nënpërfaqësim diskriminues që i është bërë lëvizjes vetëvendosje, e cila ka kërkuar që të mos certifikohet lista serbe. Nuk ka pas mirë kuptim nga PDK, LDK edhe AK. Thjesht ato e kanë pamundsuar korumin ku do të vendosej për një gjë të tillë. Sot nuk do t'i kishim këto probleme. Pikrisht tash ka qenë koha që ta marrë mësimin lista serbe duke mos e leju certifikimin e saj. Mirë po u bë certifikimi, sepse i shihni çfarë 3 partish opozitare i kemi fatkeqësisht. As për këtë gjë nuk kanë mundur që të mbajnë qendrim parimor. Ne bashkëpunojmë me pakicat në Kosovë, me të gjitha ato që dëshirojnë të kontribuojnë, të përfitojnë, të integrohen, padyshim që ministri Rashic është ministër shembull i qeverisë tonë, por gjithashtu është edhe ministri i cili ka kontribuar për komunitetin serb më shumë se sa cili do ministër tjetër në këtë pozitë para tij. Dhe unë besoj që sulmet që i ka përjetuar ministrin Nad Rashic është pikërisht për shkak se ju ka ndihmuar komunitetit serb. Ky ju ka ndihmuar shumë serbët e Kosovës dhe prandaj është sulmuar. Se po mos ndihmonte serbët e Kosovës ministri Rashic, atëherë mos puna e tij do ta sulmonte. Mirë po, kur e kanë parë që gjithnjë më shumë serbët janë të kënaqur me kontributin që ky jep, me ministrinë e tij, me buxhetin për serbët në nevojë, e kanë sulmuar më shumë. Janë friksuar, andaj janë përpjekur ta friksojnë. Mirë po, kanë dështuar. Ne bashkëpunojmë edhe me pakicat e tjera dhe synojmë që në mandatin tonë të ardhshëm qeveritar, me mua si kryeministër, t'i kemi edhe ata në mazhorancën tonë e në kabinetin qeveritar. Mirupafshim. Ball, let's see.